Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro në mbledhjen e Këshillit të Ministrave bëri me dije zgjatjen e kohës së qëndrimit në shkollë që kombinon programin e detyrueshëm me aktivitet në kuadër të programit pas shkolle. Ministri i Arsimit prej kohësh, siç e keni parë dhe ndjekur, krahas kurikulave dhe programit të detyrueshëm në sistemin parauniversitar, ka energjizuar atë që ne quajmë programi pas shkolle. Në vazhdim të miratimit të ndryshimeve ligjore në mars, ku programi pas shkolle, pra praktikisht artezeje, ekipet sportive, olimpiadat, festivalet, janë tashmë pjesë e programit edukativ edhe me ligj, sot miratuam një vendim të Këshillit Ministrave që e mbështet dhe një dëshirë shumë të madhe të prindërve që koha që fëmijët kalojnë në shkollë të jetë përtej orarit të detyrueshëm. Për këtë arsye qeveria ka vendosur dyfishimin e shpërblimit për orët të jashtë programit mësimor të detyrueshëm nga 500 lekë në 1000 lekë për një orë. Sot Këshilli i Ministrave vendosi që të dyfishoj honorarin me cilin shpërblehet këto orë jashtë mësimit të detyruar në shifrën 10.000 lekë të vjetra për orë për 60 minuta, ishte parashikuar 5 dhe kemi mbritur në 10. Gjithashtu ministra Kumbaro deklaroi se do të zgjerohet lista e bashkëpunëtorëve jo vetëm e mësuesve aktual, por edhe mësues se cilët janë në pension, si dhe specialistë të fushave të ndryshme të artit, muzikës apo artizanatit.